Atëherë mbrëma të gjithë, faleminderit që keni ardhur në konferencën për media me trajnerin e kombëtar Smaran pas miqësores me Luksemburgun. E nisemi herë me pyetjen e parë, Sabina. Mirëmbrëma, Sabina Meter e Të Sport. Mister, 2 ndeshja miqësore, 2 humbja. Nuk ka qenë ndoshta impenjimi i dur nga futbollistët për shkak se ishte një ndeshje miqësore, ju nuk patës ndoshta kohën e dur për të implementuar tamam idetë tuaja siç i kishit menduar. Si do i vlerësoni të 2 miqësore? Çfarë morëm nga këto 2 sfida? 2 sconfitte in 2 amichevoli, era la mancanza di impegno dei giocatori, era la mancanza di tempo di prepararsi per queste partite, cosa avete preso di queste 2 partite? No, la mancanza di impegno dei giocatori no, assolutamente, anzi c'è stata disponibilità, è vero che magari secondo me dal punto di vista psicofisico il fatto di essere arrivati in questo periodo dell'anno con un'eliminazione magari per i mondiali da metabolizzare, vedere le altre nazioni che partono e magari essere andati vicino, sicuramente non siamo arrivati carichissimi per queste partite, però non per l'impegno assolutamente. Io ho trovato grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi, è ovvio che però probabilmente alcuni un po' più scarichi, proprio, ma anche in virtù magari di campionati impegnativi o anche di una delusione che c'è stata con l'eliminazione. Però non deve essere un alibi, sicuramente oggi rispetto secondo me anche a Israele abbiamo fatto un po' di più confusione, probabilmente il gol preso ci ha mandato tutti un po' in ansia, un po', e questo non deve accadere. Abbiamo preso subito le misure, siamo andati più per generosità che magari con logica. Jo, madje është e kundërta, unë kam parë një gatishmëri shumë të madhe nga ana e lojtarëve për të qenë të gatshëm për këto ndeshje, por ndoshta ka qenë edhe aspekti psikofizik si i faktit që është kjo periudhë e sezonit kur kanë mbaruar ndeshjet me të një sezoni shumë të gjatë, nga ana tjetër ndoshta edhe një lloj zhgënjimi nga eliminimi për të shkuar nga eliminimi në fazën play-off të botrorit, dhe ndoshta në këtë periudhë kur të gjitha ekipet e tjera përgatiten për të shkuar në botror, ndoshta edhe kjo mund të ketë ndikuar pak lojtarët duke rikthyer le të themi emocionet e kaluara. Ndoshta nuk kemi qenë shumë të karikuar, disa ndoshta lojtarë më pak të karikuar, por siç e thash, janë këto 2 elemente që mund të kenë ndikuar, faza e kampionatit, po ashtu edhe eliminimi në fazën play-off. Në krahasim me ndeshjen me Izraelin, mendoj që kemi shkaktuar pak më tepër konfuzion në këtë ndeshje, sidomos nga fakti që pësuam gol shumë herët, edhe kjo na ka rritur edhe pak nivelin e ankthit, por kjo është ajo që ndodh, besoj se kam marrë disa gjëra së të qoftë nga kjo ndeshje. Përshëndetje mister, Kristi Seatari, Klan News. Pas pësimit të golit pash një nisje të topit të çuditshme pa zakon nga ana e Aslanit, ishte e udhëzuar nga ju? Dopo che abbiamo concesso un gol, abbiamo visto una ripartenza di Aslani con il pallone che era un po' strano. Era un consiglio da parte di te o non so? Ma nella seconda parte del primo tempo sicuramente ho chiesto di avanzare il raggio d'azione, ma perché non riusciamo a dare la pressione giusta a loro e l'alzarsi portava un giocatore in più in posizione diciamo di pressione, e questo lo ha portato anche in fase di possesso a essere un po' più avanzato, con Ramadani un po' più bloccato. Në fakt në pjesën e dytë kemi munduar që të ushtrojmë pak më, kam kërkuar të ushtrohet pak më tepër presion, sidomos edhe me anën me qarkullimin e topit, në mënyrë që të ishim pak më tepër të avancuar në krahasim me skuadrën tjetër. Erion Allaraj, Panorama Sport. Mister, për herë të parë mbas 6 vjetësh Shqipëria pëson 5 humbje radhazi. Sa mendon se mund ndikojë kjo formë e dobët e Shqipërisë në ndeshjet e Ligës Kombeve? Dopo 6 anni Albania ha 5 sconfitte una all'altra. Come può effettuare nelle partite di settembre? Guarda, allora io sapevo che c'era, per provare delle cose, che ci fosse il rischio anche di fare di non essere precisi nelle prestazioni, però erano 2 test che a me servivano. Io o lavoravo per costruire il futuro o lavoravo per me stesso. Onestamente ho cercato di lavorare per costruire il futuro, per vedere cosa potevamo fare in alternativa a quello che già facevano. Ho avuto delle risposte, alcune positive, alcune che mi devono fare riflettere. E quindi c'è solo da
io sono tranquillo nel senso che c'è solo da sistemare le cose, vedere le cose che sono andate e non sono andate. Sono scesi in campo tanti giocatori in un finale di stagione, nelle ultime partite di una stagione per tanti giocatori dove, ripeto, le energie non erano il massimo. Però bisogna solo focalizzare su determinate cose che ho visto e determinate che so che sanno fare. E partire da questo lavoro qua, per cui io sono certo che determinate cose sono dei segnali che mi possono indirizzare da una parte o dall'altra. Duhet të fokusohemi te disa gjëra specifike dhe duke u nisur nga këtu mund të përmirësojmë dhe të punojmë mbi ato gjëra. Sigurisht jam munduar të provoj disa gjëra në këtë ndeshje, nuk kemi qenë preciz mbase për të marrë rezultatin. Janë dy teste të cilat mund të zgjidhnim të punonim për të ndërtuar një skuadër për të ardhmen ose të punonim për veten, por në këtë rast sigurisht që jam fokusuar të ndërtimi një skuadre për të ardhmen. Kam marrë disa përgjigje pozitive, nga ana tjetër edhe reflektim mbi disa aspekte të ndeshjes edhe po ashtu edhe të lojtarëve. Thjesht kemi nevojë për të sistemuar disa aspekte të grupit. Kam vendosur shumë lojtarë në fushë, janë edhe lojtarë të cilët janë vinë nga fundi i sezonit, ndoshta edhe nuk kishin maksimumin e energjisë, por sigurisht që tani duhet thjesht të fokusohemi te disa aspekte specifike për të cilat mund të punojmë në vazhdim. Ildi Merolli, Panorama Sport Online. Me ato çka keni parë në këto dy ndeshje, a mendoni se kjo kombëtare ka potencial për të synuar obiettivat madhor? Con quello che avete visto di queste due partite, pensi che questa nazionale ha il potenziale per arrivare un po' più avanti? Sì, anche perché poi a questa nazionale mancano anche molti giocatori che non erano presenti in questo ritiro, diciamo, in queste due partite, per cui c'è il potenziale. Quando dico, non alleno da un giorno, quando vedo i giocatori che arrivano e si impegnano e magari non riescono a fare quello che vorrebbero anche loro, bisogna anche capire le difficoltà del momento. Tanti di loro avevano giocato anche poco negli ultimi tempi, però io avevo la necessità di vederli. Sapevo, come dicevo prima, sapevo che si andava incontro a qualche rischio, però ho preferito lavorare in quest'ottica qua per avere più chiara la situazione. Poi pensando a dei giocatori che stanno bene, che hanno giocato, che sono allenati, a quelli che devono rientrare, e tante cose e tante riflessioni che posso fare, sicuramente io sono fiducioso, assolutamente. Unë sigurisht që do të bëj reflektimet e duhura në lidhje me lojtarët edhe mënyrën se si janë paraqitur dhe sigurisht që do të punojnë mbi atë aspekt. Në fakt kemi pasur disa mungesa lojtarësh në këtë ndeshje, por besoj patjetër që skuadra ka shumë potencial. E rëndësishme është që lojtarët impenjohen edhe ndoshta nuk kanë arritur të bëjnë maksimumin, por është sigurisht që duhet të kuptohen edhe vështirësitë e tyre për shkak të momentit të sezonit. Disa prej tyre kanë luajtur pak edhe me ekipet e tyre dhe ishte një risk të cilin unë kam preferuar ta edhe për të parë edhe karakteristikat e secilit prej tyre dhe të punoj në një optik të tillë dhe të kem më të qarta disa situata për në vazhdim. Posso chiuderla questa risposta? Noi, l'Albania per fare bene deve essere al 100 e può fare delle buone cose, delle grandi cose, e l'ha dimostrato, non l'ha dimostrato prima e lo può fare ancora. Dobbiamo essere al 100% e tirare fuori il 100% da noi stessi. Magari in questi pochi giorni è stato difficile avere questo 100%, solo questo. Sigurisht që Shqipëria ne duhet të japim 100% ton për të arritur gjëra të mëdha dhe fakti ka arritur edhe më përpara gjëra të mira dhe gjëra të mëdha, por ne duhet të japim patjetër gjithmonë më shumë se 100% ton për këtë rast. Po, ishte edhe një pyetja që pas pësimit të golit, Aslani kur nisi topin, gjuajti përpara. Aslani dopo che abbiamo concesso un gol, un tiro un po' strano. Non capisco strano, quale? Ishte një nisje pak a shumë e ngjashme siç Paris Saint-Germain nis topin. Non che dia che il calcio d'inizio? Sì. Ah, no, quella è una cosa che abbiamo provato scusami, pensavo il tiro di sinistro del primo tempo di Aslani, perdone. No, è un po' un'idea che ho visto e ho anche rubato anch'io delle squadre che hanno fatto la Champions, perché
tra l'altro con Israele siamo andati vicini a far gol subito sul calcio d'inizio, perché il fatto di tirare la palla in alto ci permette di arrivare in più giocatori e la respinta degli avversari è anche una respinta meno potente, per cui i rimbalzi sono più vicini. È una cosa che avevamo pensato di fare. Adesso non avevo capito prima, scusami. Në fakt ishte një ide të cilën e vota le të themi edhe nga Paris Saint-Germain, sepse është një e pam që edhe në ndeshjen me Izraelin ishim shumë afër për të shënuar gol pikërisht pas atij momentit, edhe kemi menduar edhe kemi provuar si teknik, ndoshta edhe për ta çuar topin pak më përpara edhe për të pasur pak më tepër lojtar në atë hapësirë, sigurisht edhe për të krijuar më tepër potencial për të shënuar në vazhdim. Okej, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Faleminderit shumë dhe gjithë të mirat. Grazie. Fine?